Në ambientet e qytetës fëmijëve në Korçë po zhvillohet gara matematikore Olimpiadës 19 ballkanike studentore, një aktivitet i rëndësishëm akademik që për herë të parë organizohet në Shqipëri. Universiteti Fanoli në bashkëpunim me shoqatën e matematikës së Europës Juglindore dhe shoqatën shqiptare të matematikës mirëpriti 111 studente nga 27 universitete të rajonit, përfshirë Shqipërinë, Greqinë, Maqedoninë e Veriut, Bullgarinë, Rumaninë dhe Turkmenistanin. Përballja intelektuale me studentëve më të talentuar në matematik synon të testojë aftësitë e tyre në zgjidhjen e problemeve komplekse, duke krijuar një atmosferë të ngjashme me garat ndërkombëtare prestigjioze. Kryetari i shoqatës shqiptare të matematikës Dr. Ardian Naço theksoi se vlerësimi i performancës do të bëhet nga një juri e përbërë nga profesor dhe ekspert të njohur të fushës, duke garantuar transparencë dhe standarde të larta akademike. Natyrisht që është hera e parë që ne organizojmë këtë olimpiadë, deri tash kemi pasur eksperjenca në organizimin e olimpiadave për klasat e nënda dhe njëkohësisht për gjimnazin, pra ka një përvojë dhe njëkohësisht një traditë, por jemi shumë të kënaqur dhe shumë të lumtur që këtë ja kemi arritur më së fundi që të sillim një olimpiadë të tillë, dhe për më tepër mund t'ju them që është një nga zgjedhjet më të mira dhe të shkëlqyera pra qyteti i Korçës, i cili është shumë mikpritës dhe njëkohësisht të paktën deri tash jemi në ditën e tretë të zhvillimit të saj, shohim që çdo gjë, edhe organizimi dhe mikpritja, edhe kushtet, por njëkohësisht edhe interesi dhe atraksioni që ka Korça është unik. Ky event jo vetëm që rrit reputacionin e Shqipërisë në fushën e arsimit dhe shkencës, por dhe inkurajon bashkëpunimin ndërkombëtar mes institucioneve akademike, duke kthyer Korçën për disa ditë në një qendër të ekselencës matematikore.